Përshëndetje të nderuar miq të mi. Sonte pranë jush do të vi me historinë e radhës, një histori shumë e ndjerë, një histori shumë e dhimbshme. Në redaksin time kam mbritur kjo histori dhe unë në fakt dëshiroja që ta ndaj me ju. Bëhet fjalë për një tradhti që në fakt ka ndodhur nëpërmjet Instagramit. Se për çfarë tradhtie bëhet fjalë, dëgjoni historinë në vazhdim. Nuk e kam menduar kur se jeta ime do të merrte këtë kthesën. Nëse dikush do të më thoshte vite më parë se unë do ta tradhtoja burin tim, më besoni që unë do të qeshja me ironi. Unë isha gruaja që besonte pafund tek familja, tek durimi, tek sakrifica. Por jeta në fakt nuk është gjithmonë ajo që duket nga jashtë. U martuam të rinj, jo sepse gjithçka në këtë mes ishte perfekte, por sepse mendonim që dashuria mjaftonte. Në fillim ishte e bukur. Kishim plane, biseda deri natën vonë. Premtime për gjithmonë. Premtonim njëri tjetrin, thot. Por me kalimin e viteve, gjithmonë u kthye në një rutinë, në heshtje, në lodhje dhe në mungesë të vëmendjes. Ai ishte gjithmonë i zënë, punë, stres, probleme. Unë gjithmonë isha aty, si grua, si nën, si mbështetje, por në fakt unë personalisht nuk ndihesha si më parë. Flisnim, por nuk e dëgjonim njëri tjetrin. Jetonim në të njëjtën shtëpi, por në fakt në botra të ndryshme. Një mbrëmje, pa ndonjë arsye të veçantë, po shfletoja Instagramin. Fotografi, video, jetë të bukura të njerëzve të tjerë. Dhe aty në atë moment erdhi një mesazh. Një reagim, një story. Asgjë e madhe, thjesht një fjali. Ke energji shumë të bukur, më shkruaj ti. Bisedat në fakt u bën të përditshme nga njësie, kaluam tek rrëfimet personale, fillova të pres mesazhet e tij, te buzëqeshja pa e kuptuar fare, do të thënë vetëm buzëqeshja, vetëm energji. Dhe më e frikshmja ishte se unë në ato momente fillova sërish që të ndihesha grua, jo vetëm përgjegjësi. Brenda vetes luftoja. I thosha vetes se nuk ishte tradhti, nuk ishte asnjë gjë fizike, por zemra ime po largohej ngadalë nga shtëpia ku në fakt jetonte trupi im. Buri im ndjente që diçka në këtë mes të kishte ndryshuar. Më pyeste pse isha e shpërqendruar. Unë thosha jam e lodhur, jam tepër e lodhur. Gënjeshtra të vogla që hapën një humner tepër të madhe. Një ditë ai nga Instagrami më tha: do doja që vetëm të takoja. Vetëm për të folur. Aty në fakt unë dala. E dija se unë po kaloja një vi.
por një pjesë e imja donte që të ndihej e zgjedhur, e dëshiruar dhe në fakt e dëgjuar. Dhe unë e pranova. Takimi ishte i thjeshtë. Kafe, bisedë, sy që flisnin më shumë se fjalët. Nuk ndodhi asnjë gjë atë ditë, por gjithçka në fakt në atë mes kishte ndryshuar. Nuk ishte më vetëm virtuale, por në këtë mes ishte edhe reale. Ndjenja e fajt më ndiqte çdo natë. Shikoja burin tim duke fjetur dhe pyesja veten si arrita unë këtu. Po në të njëjtën kohë mendja ime ishte diku tjetër. Tradhtia nuk ndodh gjithmonë në shtratë, shpesh ndodh në mungesë, në heshtje, në nevojën për t'u ndjerë në fakt i rëndësishëm. Unë nuk po kërkoj justifikim as pak. E di që gabova, e di që lëndova, por kjo është historia ime. Një histori që filloi me vetmi dhe me një mesazh në fakt në Instagram. Sot jam më e vetëdijshme, më e fortë dhe e di një gjë. Çdo marrëdhënie nuk ushqehet me komunikim, respekt dhe ndjenjë. Rrezikon që edhe të humbas rrugën. Kjo histori nuk është për t'u gjykuar, është për t'u kuptuar. Në fakt, këto janë fjalët e kësaj zonje, e cila në mënyrë shumë të ndjerë i ka shkruar. Unë asnjë mënyrë nuk të gjykoj, po edhe nuk është e hishme, nuk është edhe njerëzore, nuk është edhe paqësore që të tradhtosh njeriu me të cilin ti e ndan shtratin. Por fatkeqësisht në ditët ku ne jetojmë, tradhtit janë aq aktive, janë aq afër nesh sa që ne realisht edhe nuk i kuptojmë dhe nuk i shikojmë dhe më pas dhe më thënë jetojmë me tradhtin. Bashorti kësaj nuk e din, nuk ka fare dhe më thënë iden se çka ka bërë gruaja e tij. Ai jeton me faktin që familja është gjithçka në rregull, por unë mendoj që nuk është e bukur sepse nuk është hyjnore që të tradhtosh një njeri që ty të ka dhënë gjithçka, që për ty ka bërë gjithçka dhe ka qenë në gjendje që jetën tënde ta shndrojë në ditët më të bukura. Tani unë nuk do them që ai do ta falën, por më duket ç'njerëzore të dëgjoj histori të tilla.